80 cent pritet të bëhet çmimi i bukës në Kosovë pas shritimit të rrymës, apo bëhet edhe buka luks. Pas vendimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16.1%, industria e përpunimit të miellit në Kosovë paralajmëron pasoja të drejtpërdrejta në tregun ushqimor, përfshirë trentimin e bukës. Recep Rama, pronari një fabrike mielli, ka deklaruar se rritja e çmimit të energjisë do të ndikojë drejtpërdrejt në koston e prodhimit, duke detyruar rritjen e çmimeve për produkt bazë si mielli dhe buka. Çmimi i rrymës është rritur shumë. Ne tashmë kemi funksionuar me vështirësi dhe kjo rritje do ta përkeqësoj situatën. Rrezikojmë t'i mbyllim fabrikat sepse nuk mund të përballojmë koston e lartë të prodhimit, tha Rama. Ai paralajmëroi se si pasojë çmimi i bukës mund të arrijë deri në 80 cent, ndërsa çmimi 1 kilogrami miell pritet të rritet nga 34 cent në 40 cent. Me çmimet aktuale nuk mund të operojmë. Në shumë vende, çmimi i bukës është 50 cent dhe nga kjo rritje pritet të shkojë në 70 ose në 80 cent. Rritja është e pashmangshme, ka theksuar ai. Sipas Ramës, nëse nuk ndërmerren masa për ta lehtësuar barrën mbi prodhuesit vendor, shumë fabrika të miellit rrezikojnë mbylljen për shkak të pamundësisë për të përballuar shpenzimet e shtuara.